Shqiput, që në krye të Shqipërisë mos ketë më sionist, apo me preardhje Shqipute si që është Edi Rama, për shkak se gjyshja e Edi Ramës është e lindur në Austro-Hungari, dhe besoj unë që është Shqipute, përderisa ka gjithatë mbështetje ndërkombëtare në për organizata të ndryshme. Dhe në krye të Shqipërisë duhet të jetë një shqiptar, një patriot i vërtet, i cili mendon për të ardhmen e rinisë shqiptare dhe nuk mendon që si ta shesh Shqipërinë nga €1 metrën katror, të gjithë atyre biznismenëve cionist, të cilët e dinë që Izraeli nuk ka më shpresë që të ekzistojnë në linjën e mesme dhe kërkojnë një AD alternativ. Ne e dimë që Shqipëria prej 4 milion, popullsia e Shqipërisë ka ra në 1.5 milion, dhe kuptohet që ata 1.5 milionët janë shumica pleq, dikun ka 600.000 pensioner Shqipëria, dhe ata të ri që do të mbeten, parashihet sipas planit të cionistit Edi Rama, që ata shqiptar të shndërrohen në palestinezët e ri, pra që shërbejnë oligarkëve Shqiput, të cilët përpiqen që ta blejnë Shqipërinë, të blejnë burimet e Shqipërisë dhe kanë depërtuar thellë si në politikën, si në ekonominë e Shqipërisë, dhe besoj që do të kenë sukses rinia e Shqipërisë që ta ndrojë sistemin dhe t'i largojë Shqiputët nga Shqipëria. Në fakt, zoti Dauti, një nga pikat më të nxehta të gjithë këtij debati lidhet me peshën dhe emrat e investitorëve ndërkombëtar që ndrojnë pas këtij projekti në Zvërnec. Mendoni se do të ishte treguar qeveria ka që vendosur dhe shpejt në marrjen e këtij vendimi, nëse pas tij nuk do të qëndronin emrat me ndikim të madh gjeopolitik? Po tani u dëshmua edhe vetë nga prokuroria e Shqipërisë që bëhet fjalë për një iniciativë kriminale, pra janë marrë një qifut prej Holandisë, fjala së shtetas i Holandisë, një qifut i Bullgarisë, dhe disa agent të Mossadit prej Sirie, të cilët kanë qenë edhe sponsorues të shtetit islamik, dhe kuptohet që Edi Rama si cionisti përbetuar në Siri i ka dërguar armatimet e Shqipërisë në Irak, në ata lufta qytetare në Afganistan. Pra e ka zbrazur municionin e Shqipërisë, pra e ka lënë Shqipërinë pa ushtri, jo vetëm pa banor, po edhe pa ushtri, që tua lëshoj terrenin sa më lehtë cionistëve ta okupojnë Shqipërinë. Dhe kuptohet që e ka gjetur personin e duhur, dhe ajo është Kushner. Kushner është qifut, është dhëndri Trumpit, dhe gruaja e tij Ivanka është po ashtu e konvertuar në qifute, në sektin Habat, sekt kjo që përpiqet që nëpërmjet enklavave të gjejnë një shtet alternativ, përderisa të gjejnë një zgjidhje me Iranin, me Turqinë, dhe kuptohet që iluzionet e tyre çka janë. Mirë po pas tyre, edhe vetë nga intervista e Kushnerit, u kuptuam se mbas gjithë kësaj politike të Edi Ramës dhe cionizmit në Shqipëri, qëndron Rothschild, për shkak se kishte qenë Rothschild, i cili ka bler disa pjesë të çmueshme të Shqipërisë, dhe mbas projektit të Kushnerit, po ashtu qëndron familja Rothschild. Familja Rothschild janë bankierët më të mëdhenj qifut, ata të cilët edhe formuan Izraelin nëpërmjet lobimit politik, dhe ne duhet vetëm të kthehemi tek rilindja shqiptare, të Sami Frashëri dhe Naim Frashëri. E kam librin pas meje, ku thotë që keni kujdes se Rothschildi don ta formoj Shqipërinë. Do shta ndonjë video tjetër do t'ua tregoj cili libër, po harrova edhe pse kisha ndërmend sot ta kem përpara, po nuk kemi kohë që t'ua tregoj, që Rothschildët e kanë pas gjithmonë si alternativë që Shqipërinë ta shndërrojnë në Izrael, dhe besoj që përderisa kemi vlera islame në Shqipëri, përderisa në Bajram mbushet sheshi me besimtar musliman, qifutët nuk do të mund ta okupojnë Shqipërinë, dhe ata do të dështojnë, Shqipëria do të triumfojë. E qartë, zoti Dauti, ndërkaq si keni parë edhe reagimet e vetë kryeministrit shqiptar Edi Rama ndaj Iranit, ku e ka akuzuar se ka përfshirje të tyre në këto protesta? Po, ai i quan agent iranian, i quan agent serb, agent grek, po kur e pa se nuk mund të bindeshin rinia e Shqipërisë, ai filloi të bëjë një përçarje në mes shqiptarëve,
dhe tha që pas hudhin gur kosovarët dhe tetovarët, pra unë si tetovar, nuk jam ati që të hudh gur, por unë jam këtu që të gjuaj me fjalë. Pra unë e tham që gjyshja ime është prej Kaçaniku dhe njëna prej Gostivari, pra unë jam shqiptar. Mirë po gjyshja e tij është qifute Austro-Hungarisë, apo nëse nuk është qifute është slave, disa thuajnë që është vleh, pra nëse ki vleh qifuti Shqipërisë përpiqet që të bëj përçarje në mes shqiptarëve, unë si shqiptar e konsideroj Shqipërinë si atë tim, si shtetin tim. Kemi bërë shumë sakrifica që të ekzistoj populli shqiptar dhe shteti shqiptar, dhe nuk do të lejojmë një cioni si Edi Rama të shkatroj rinin e Shqipërisë, popullin e Shqipërisë, pasurinë e Shqipërisë, dhe besoj që janë të numruar ditët e tij për shkak se nuk ka më përkrahje ndërkombëtare nga çifutëria ndërkombëtare, për shkak se e futi në një pozicion shumë të vështirë Kushnerin, Ivankën, Trumpin. Pra e gjithë mediat ndërkombëtare përpiqen që ta shfrytëzojnë këtë situatë në Shqipëri që të dëshmojnë korrupsionin e familjes Trump dhe kuptohet që ai do të dënohet, do të jepet kartoni kuq dhe vazhdoi rinia shqiptare që të protestojë dhe dal nga dal të fillojë ndrimi i pushtetit. Mirë po a do të ketë sukses kjo? Ndoshta mund të se unë jam i shkencave politike, ju e dini se jam edhe profesor ligjëroj për shkencat politike dhe juridike. Si që kuptoj unë, a do të ketë sukses kjo? Nuk është se shiqoj unë një bazë të intelektualve që mund të kuptojnë situatën e duhur, por mjafton që është një fillim. Një fillim i mirë për ndrimin e sistemit, për shkak se për të ndruar një sistemi në Shqipëri duhet një tjetë më radikal, më revolucionar. Nuk i shiqoj që ata njerëz janë në protest, pra duhet një revolucion të tipit të Haxhi Qamilit, të vitit 1915 apo 14, kur shtetet e Evropës e sollën një mbret të huaj me lobim të Rumanisë të useq shqiptarët, dhe pasi që ata i bënin intriga Esat Pashës dhe e dëbuan nga Shqipëria, atëherës u zgjua populli Shqipërisë dhe përzuri atë klik masone dhe qifute cioniste të asaj kohe prej Shqipërie dhe e morëm pushtetin shqiptarët. Pra besoj që është sidomos me ndrimin e rendit botëror dhe me ndikimin e Turqisë, Iranit dhe neve shqiptarëve të Tetovës apo të Kosovës, do të kenë mbështetje që Shqipërinë ta marrit përsëri fryma me vlerat e vërteta dhe ta udhëheqë një shtet siç duhet dhe t'i largoj antivlerat talmudike të kësaj qeverie dhe të largohen të gjithë ata që nuk kanë asnjë lidhje shpirtërore me shqiptarët, me fenë e shqiptarëve, ata të cilët përpiqen që të formojnë shtetin Bektashi në Shqipëri. Mjafton të kjo që do të kishte prokurori të vërtet në Shqipëri, që të akuzohej Edi Rama për tradhti kombëtare, për shkak se e shkel kushtetutën e Shqipërisë. Mirë po ne e dim që edhe prokurorin e kanë kapur qifutëria ndërkombëtare dhe SPAK-u është pjesë e sistemit, edhe pse ata përpiqen që fjala të aktrojnë sikur i mbështesin protestuesit me këta akuza të reja. Mirë po ne e dim që është SPAK-u arsyeja që Shqipëria në gjithë botën njihet si narkoshtet. Ne e dim që djegësi i Tiranës, edhe pse nuk ekziston, parat paguan me qindra miliona